Deputetja e Partisë Demokratike Jorita Tabaku ka lëshuar një mesazh të fortë në rrjetet sociale mbi procesin e integrimit evropian, duke deklaruar se pengesa kryesore e Shqipërisë nuk janë standardet e Bashkimit Evropian për korrupsioni dhe abuzimi me pushtetin. Në një analizë të gjatë mbi situatën aktuale të negociatave, Tabaku shpreh se Shqipëria ndodhet përballë një momenti historik që mund të humbas nëse procesi vazhdon të trajtohet si një propagandë politike. Deputeta demokrate sulmon edhe mënyrën se si pas saj qeveria po trajton procesin e integrimit, duke e kthyer në një betejë propagandistike dhe jo në një plan real transformimi për vendin. Duke uruar që ta keni nisë mbar javën, doja që ta nisja diskutimin për këtë javë me çështjen e integrimit. Është një çështje që ka qenë kryefjale ditës e javëve dhe muajve të fundit, sigurisht jo për arsye të duhura, por unë sot dua të ndalem tek gatishmëria, sidomos ke gatishmëria e biznesit për procesin e integrimit. Vetë shoqatat e biznesit deklarojnë se vetëm 15% e bizneseve e kryesisht atyre prodhuese janë gati për procesin e integrimit, ndërkohë që 98% e tyre nuk i përballojnë dot kostot. Çfarë do thotë kjo? Kjo do të thotë që integrimi duhet të kishte qenë kryefjalë njëkohësisht edhe biznesit. Një analizë e gatishmërisë së biznesit me kosto dhe përfitime duhet të ishte bërë me kohë. Bizneset duhet ishin njoftuar, duhet ishin diskutuar, konsultuar për të gjithë legjislacionin e Bashkimit Evropian që ato duhet të zbatojnë dhe si do i prek ky legjislacion. A janë gati apo jo që të rrisin investimet, a janë gati apo jo që të nxisin teknologjinë, a i kanë punonjësit e kualifikuar apo jo. Ndërkohë që njëjti diskutim është edhe për sa i përket hapësirave ekonomike dhe boshllëqjeve ekonomike, duke nisur nga pagat tek pensionet, tek çështjet sociale, për cilat fatkeqësisht Shqipëria është e fundit e rajonit. Për këtë arsye, kur themi që procesi i integrimit duhet ishte fjalë e ditës dhe duhet kthehet në prioritet kombëtar, pikërisht këtë kemi. Bërjen gati të shoqërisë shqiptare, se integrimi nuk është miratim ligjesh në letër, është ndërtim standardesh e institucionesh në praktikë.